Udhtimi vizual i diktaturës, film di Stato, nis turnin në kinemat italiane, dokumentari i ri film di Stato, i regjisorit shqiptar Roland Seiko, nisi shfaqjen në kinemat italiane duke filluar nga nesër 13 prilli në Milano, 14 prill në Rom, për të vijuar mëtej në qytetet të tjera të Italisë, sipas kalendarit të publikimeve, pra e prodhuar dhe shpërndar nga Luce Cinecittà, u prezantua premier në sesionin Noti Veneziane të Giornate dei Autori në bashkëpunim me Isola Edipo, duke tërhequr vëmendjen e kritikës ndërkombëtare. Film di Stato është një zhytje e thellë arkivore dhe vizuale në Shqipërinë e diktaturës së Enver Hoxhës nga fundi i luftës së dytë botërore deri në vitin 1990. Përmes materialeve filmike zyrtare shpesh pa publikuara, dokumentari rindërton një epokë ku imazhi u kthye në instrument pushteti dhe propagande. Filmi eksporton mënyrën se si regjimi ndërtoi vetë përfaqësimin e tij përmes ceremonive, paradave masive, fjalimeve, ritualeve politike të tjerë. Sipas kritikeve, vepra e Roland Seikos shkon përtej dokumentarit tradicional.